Përshëndetje! Ju përshëndes të dashur familjar të shtëpisë milionerit. Ju jeni familja milionerit, pra shtëpia, njëkohësisht dhe ju të dashur miq që na ndiqni në këto momente nëpërmjet ekranit. Sfida është emocionuese sepse kemi të njëjtin sfidant të javës kaluar, Fadil Dalipi, na dhuroi emocione, urdhëroi që kjo javë të jetë akoma me më shumë emocione, pse jo sot të mos kemi thyrësinë e rekordit për 25.000 euro që mbahet nga Edgar Çani. Pse jo sot të mos kemi milionerin e 50.000 eurove. Uroj, shkojmë. Thuhet, edhe kemi provuar që gjithmonë në netët përpara provimeve ka një angth, ka një emocion, një kështu mungesë frymarrje, por e cila duhet kthyer e gjitha në fuqi për të mbritur në një rezultat pozitiv. Dhe për këtë pikërisht do të pyesim sot Fadilin. Si kaloi java, impresionet edhe kush është motivimi kësaj radhe? Mos më thuaj që 1.750 euro janë të siguruara, një ndim nuk e ke konsumuar dhe e thon shqiptar që të dali ku të dalë. Ju ishit një vlerë në këtë garë dhe realisht për të qenë dhe i sinqert, sepse thuhet që moderatori është mikpritësi, se mikpritës është gjithë shtëpia milionerit, e kam pritur me kënaqësi takimin sërish me ju. Ju falenderoj me plot modesti, më thonë që java e kaluar ka qenë shumë sfiduese. Një farë mënyre kam pas qef me marrë pjesë në show jo për atë vlerën që është në formë të numrit, po thjesht të krijojmë një atmosferë të mirë. Para se me ardhë në emision, jo këtë javë, po me javën e kaluar, kohën prej kur kam apliku e deri kur kam marrë ftesën, ishte bajgje e gjatë dhe njëherit e hyra në website-in e Sony Entertainment, ajo two-way traffic dhe thash çka ka ndodhur, mos ka bankrëtu apo diçka tjetër dhe për befasi lexova informata shumë interesante. Një prej informatave që me detyroi apo me shtini me umburr që jam me kësaj pjese ishte që shtëpia e re, që kuptova që kishte qenë në një vend tjetër, dizajni shtëpisë e re, modeli shtëpisë e re, kish marrën si shpërblimin për model më të mirin. Njëherit në dhe në rastet të tilla nuk duhet orkitet. Po, kjo është Kjo është e arritur me siguri me punë të devotshme dhe të pakursyeshme të çdo antari që ka marrë pjesë në këtë ngjarje. Informata tjetër që ke shumë disi kurioze apo ke interesante është që prej shumë vendeve që kanë garu në këtë farë cikli, pos Anglisë dhe Shqipërisë, apo mirë thash Shqipërisë, të tjerat janë eliminu për kushte shumë banale, që me të vërtet është shumë send interesant. Ana tjetër është që kishte informatat që modeli i tillë i programit, modeli i tillë i showut, është modeli i cili popularizon një njohurit në masa, dhe për atë arsye inkurajoj çdo njerin që ka mundësi, aplikoni. Kur nuk i dihet, faleminderit. Kur nuk i dihet se edhe nuk është esenca se në çfarë numri mbërrini, po mjafton që e thuni një ide, një mesazh të fortë dhe të gjithë ata janë që mesazhet e mira i kuptojnë. Të falenderoj për fjalët e ngrohta dhe njëkohësisht edhe për sfidën, por njëkohësisht është ftesë që u bën edhe të tjerëve të bëhen pjesë e kësaj sfide, e kësaj loje kaq familjare. Gjithsesi,
në anën tjetër, është më shumë se e saktë se e kam kuptuar që Milioneri është një ndër të rrallat emisionet të cilat i bashkon të gjitha trojet ku flitet Kjo është shqip. profesorja. Fadil, Unë jam gati. ti gati s'kena po digjet, është bërë ajo e kuqja që sa po vjen edhe po e bën akoma më të nxehtë, publiku është i gjithi sy e vesh, por dhe telespektatori për të parë në thonjza fatin në këtë lojë, në këtë ndeshje e ringudijesh të Fadilit me Milionerin. Në qoftë se je gati, unë do të aftoj publikun për një dodokyte të madhe, që kene emocione pozitive për ju. Pyetja e 11. Cila prej këtyre armëve shqiptare të shekullit të 19 e kopjuar nga modelet europiane quhej në Rumani pistoale albaneze, kurse në Turqi Arnautka? Calina, Kalina, Karafilia, Martina, Breshanja. Vetmja që më asocion në fjalë që kam dëgju, i cila është pushk, lloj dyfekut, është Martina. Breshanja prej kësaj që breshën mund me hutu breshër plumash, që është një prej arsyeve që në shekullin 19 është kopju si model me thonë revolucionar në industrinë e armatimit, që kanë kopju europianët dhe turqit po ashtu, Breshanja. Martina Breshanja. Karafilia nuk e kam dëgju kur. Calina nuk e kam idenë se çfarë është. Kalina, Kalinka në gjuhën ruse. Në turqisht Karafilia e zezë, Kara e zezë. Filja është shriti, apo ndezi. E kopjuar nga modelet europiane. Mendoj se duhet ndihma e kujdo qovë, po e kam vetëm se një ndihmë, mikun. telefonoj mikun. Kush mund t'jetë? Jo, kam plan me telefonu mikun, ma të mirin, është shpresa të cilën gjithsesi dëshiroj edhe më janë dëgju zonin, po edhe ndoshta me marrë përgjegjjen e saktë. Atëre lutem regjia, kemi nevojë për ndihmën e shpresës, pra në telefonoj një mikut, ka zgjedhur bashkëshorten e shpresën. E kam vendos cilën. Alo? Alo, Urnoni. Përshëndetje, zonja Shpresa. Urnoni? Agron Laka jam nga show Kujci, kush do bëhet milioner? Si jeni? O, vjen mirë faleminderit, Urnoni. Përballë me në këto momente ndodhet të bashkëshorti juaj Fadili,
Në rregull. Edhe pasi ka kaluar pragun e dytë garantuar 1.750 euro, është në pyetjen e 11 dhe në ndihmën e fundit telefonoi mikut, ka zgjedhur për 2 arsye. E para se ka dëshirë të dëgjojë zërin, dhe e dyta, nëse ju e keni një arsye mbi arsyen për të dhënë një përgjigje pozitive. Atëherë duke i përshëndetur juve dhe 2 vajzave që keni në shtëpi, unë i kaloj me njëherë Fadilin, koha për pyetje dhe përgjigje është 30 sekonda. Në rregull. Tung 5, nuk po du me ta lexu fare pyetjen, veç dashta me tani zonin, dashta me të përshëndet, në arti është mirë, unë jam mirë, po du me të kallëzu që po mdoket që i fitova deri tash 3.000 euro me përgjigjen përfundimtare në C, që është Martina. Dhe njerit publikisht me të kërku falje për dosende që i ka ndodhur kohën e kaluar. Oh, super, vjen shumë mirë. Fala në artit dhe si shumë. Bravo! Bravo, Fadil. Show sot e ka sërish emrin Fadil. Pra, ju zgjodhët si përgjigje Përfundimtare C, Martina. Martina. Është shumë e rëndësishme të theksoj, përpos se në të dytën javë na vjen njëri që është shumë i kulturuar, me shumë dije, mbi të gjitha një prind shembullor për familjen e tij, një bashkëshort, po me kaq kulturë dhe dignitet qytetar, unë do thosha se 1.750 eurot e fituara dhe përgjigja e gabuar në pyetjen e 11, se përgjigja e saktë ishte karafilja të bëja, por ju na dhatë sot në shtëpinë e milionerit edhe telespektatorëve një çmim tjetër, një çmim të asaj që shqiptarët kanë vuajtur, sa do i vogël që të ketë qenë akti, të kërkosh sot më falësh fisnikëri. Faleminderit përpos dijeve dhe fisnikërisë që ofrove në shtëpinë e milionerit. Le ta përshëndesim Fadilin dhe t'ju urojmë suksese, fat dhe shëndet ju dhe familjes tuaj. I meriton këto dorëdhëkytje Fadili, ndodh edhe kështu. Dhe më vjen mirë që ndodhi pikërisht në shtëpinë e milionerit. Është një mesazh për sa i takon asaj pjesës që unë e quaj se përsëri shoqëria shqiptare është pak a shumë maskile. Kjo tregon një vlerë e cila duhet marrë dhe duhet shpërndar. Konstantina, unë nuk të kërkoj falje sikur këtu të maftosh. Nuk bëhet, unë ndryshoj. Nëse kjo ishte pjesë shakaje. Të kthehemi tek sfidantët e kësaj jave që me plot magji janë mbërthyer pas 2 ekraneve se kush do të jetë sfidanti i radhës në këtë ring. Përpara se të fillojmë në pyetjen për përgjigje më të shpejt, le të prezantojmë kush janë mysafirët, kush janë sfidantët tanë. Regjia 1 nga 1. Ata janë Arben Zeka, Gjakov, Majlinda Bine,